Do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetueshmërinë, nuk e di në cilin format mund të fton presidentja, pra mund t'i fton nga ne, mund t'i fton gjithë bashkë. Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Abdi Xhiku për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë ai për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi i ynë në këtë rast për qeverinë e opozitës. Mendoj që konsultat mes opozitës janë nevojshme, ndërsa edhe konsultat me bashkëkryesuesin e seancës janë nevojshme që me dalë nga gjendja ku jemi. Ne veç kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetueshmërinë e vendimeve të marrura në kuvend, pra si rasti i mosformimit komisionit për votimin e fshehtë dhe gjitha vendime tjera paraprake bazuar në proces verbalin e seancave. Sot jemi në konsulta edhe me PDK dhe me LDK, në mënyrë që 10 deputet pra t'i drejtohemi gjykatës. Të gjitha pra vendimet e kuvendit, pra veç e veç si për mënyrën e votimit, si për ndërprerjen e seancave, si për situatën e mosnxjerrjes në votim të kandidatit, pra ardhja në seancë dhe gjitha ato, pra ne kemi marrë seancat në vazhdimsi, proces verbalin dhe do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë për vlerësim të kushtetueshmërisë. A do të marrë pjesë sot në seancë, me që kemi parë se disa herë me radhë nuk keni qenë pranishëm, ndonë se keni hyrë dhe jeni nënshkruar, dhe se do të veproj akëja sot? Tani, ka diçka të vërtetë në këtë që thuni ju, po jo e tëra, dhe unë kam marrë dorë në kohë, s'pari, pastaj kur kam marrë vesh se nuk do të ketë ndonjë zhvillim të ri në seancë. Pra kemi ardhur vetëm për përsëritjen. Kam marrë me idenë që mund të kemi një kandidaturë të përbashkët ose unifikuese, mund të ketë një proces të ri. Kur e kam marrë vesh se do të qëndrojmë në seancë vetëm u përsërit ajo që ka ndodhur më herët, se kam vlerësuar të nevojshme. Arsyeja zakonisht se lirohen prej seancave që ja për shembull edhe sot në Shaptej kujtojmë vëllezërit Muslia, Beqiraj, janë 3 dëshmorë një familje, disa tjerë, të them drejtën, më ka kërku puna me qenë atje, kam pas bashkëluftari, një familjet e tyre, po kam marrë në seancë. Në disa raste pra marr lejen duke pa që nuk po ndodh asgjë. Unë do të marr pjesë në seancë, po nëse është vetëm përsëritje, kontributi im do të jetë i pavlefshëm.